Po populli nuk e kupton të vërtetën. Po cila është e vërteta? Që këta vazhdojnë. Por Rama thot 1 sekond. Unë ju thash vazhdoni, po jo të vini te mua. Por tani që mos shkojnë te Rama duhet të krijoj kauzon. Rama duhet të krijoj goditjen. Si? Do t'i bëj statistik. Prandaj të them, spaku mund të ketë çdo dosje për ty, për mua, për popullin, për miletin, për gjithë, për Ramën, për gjithë. Rama thot, ore, erdhi momenti sikur nuk kemi bërë mi llogarit. Sepse duhet keni parasysh diçka. Në rast se një prokuror don të dëmtoj interesat kombëtare dhe thotë që është në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, me marrjen të mirëqen. Po hajde ky është në interesat e shërbimit sekret serb. Kush e kontrollon këtë prokurorin? Se ky nuk kontrollohet. Kush e arreston? Përveç rrethip vet, pra 20 prokurorë të arrestojnë njëri tjetrin. Pra, nuk mundet në aspektin juridik të kesh një prokuror që t'jeti pa kontrolluar. Sa i shko bën pakt me kinezët, me serbët, me rusët. Ua, po si ndodh kjo gjë? Prandaj them që Rama patjetër duhet ta krijojë këtë gjë me një argument të thjeshtë. Zotri, u kënaqëm sa u kënaqëm, po erdhi momenti të lajmë sapet. Dhe pikërisht e sapet janë që ne duhet të mbrojmë Republikën. U vonove Edi Rama shumë. Ti e mamen o Dylber. Sa herë ne kemi dalë dhe kemi thënë prezumimin pafajësisë, Rama duhet dalë dhe duhet jetë patjetër korrekt me të drejtën çfarë? Paraburgimi i tepruar, arrestimi, veprimet, do reagim. Se po reagove ti, nuk është që mbështet atë personi që i ndodhi diçka, por ti reagon që ai që është në atë institucion mos të dëmtoj interesat e shtetit, që ky i arrestuar nesër me pafajësi nga një gjykate pavarur e paanshme dhe buxheti i shtetit shkatrohet. Sepse ky prokurori ka qenë serb, rus. Kush do ta faktoj këtë? Përveç atyre 20 që kontrollojnë njëri tjetrin, që është serb dhe rus. Dhe këtë them me bindje të plot. Dhe nuk e isha asnjë fjalë këtë kësaj. Kush e thot? Kush më materializon mua nga ky popull i cili thot mirë bëjnë ata që arrestojnë? Zotri, nëpërmjet votës do shkoj. Në arrestim, mos u gëzo se më fut fare të bën edhe ty statistik. Është shumë e thjeshtë më zotri. Avokat, për të kaluar tek një tjetër çështje. E fundit për sot për opozitën nuk po flasim se nuk është se ka ndonjë zhvillim mandej, presim vetëm data është e reja që është 10 shkurt. Por këtej nga Mesazanin me amerikanët, kryeministri, bordi i paqes, vizita në shtëpinë e Bardh, paksimit nga Izraeli. Atë thash që presidenti Trump do merret në fillim të muajit janar edhe me Ballkanin Perëndimor. Po, lajmi më i mirë ka qenë fakt ai përshevës, avokat i Kongresit Amerikan për rezolutën për pasifizimin e adresave. Tani, ti e mamen edhe ata që na ndjekin vazhdimisht, duke falendëruar që na ndjekin, të kam thënë që 2026 në maksimumin e 2027 në mars. Po, 24. Po, jo, lidhet pak edhe marsin. Kujt në gjë? 180 ditë. Marsi 2026, mars 2027, se ditë vërtet. Po mars, kështu mars, lidhet marsi. Tani, duhet keni parasysh diçka. Ardhja e gocës së Trumpit nuk favorizon Edi Ramën. Është fakt konkret ky. Një shembull konkret. Shërbimet inteligjente amerikane, kur fëmijët e presidentëve bëjnë vizita jashtë shtetit, janë të monitoruar vazhdimisht
dhe ato janë në dieni, ashtu si kur ndodhet tek gjyqtarët tanë, të cilët i kontrollojnë telefonatat dhe çdo lloj gjë që ka të që vajza e Trumpit ka erdhur bashkë me agjentët të CIA-s. Po patjetër, pse ti çfarë mendon se ajo vjen këtu vet, bë xhiro këtu vet? Ka ardhur në Shqipëri, sepse ata kanë deklarat,